Kështu me kanun. Jo, pe kuptoj dy figurative. Na po flasim, deri sot kemi folë një afërsi edhe një që me thonë, zotit Limaj, një përpjekje ti ose që me thonë, një afërsi me Kurtin edhe një interesim ti për me hynë e qeveri. Po krejt veprimet të Kurtit janë që kundër, absolutisht me leon jashtë. Me leon jashtë Limaj? Po me leon jashtë se nëse fut mrana e bën qeverinë, e bën institucionet, a i së përdojmë i bën institucionet. Një shprehje cilën e ka të patentuar, apo i bje që Kurti është besprem në raport me Limaj? Kurti e ka ditë qartë që me Limajn nuk ja votojnë disa deputet mrana subjektit vetë. Pas të marrëveshje me ta. Njëtën kohë e ka ditë që nëse... Nuk jam i sigur të janë disa deputet, mund t'jetë një deputet. Ma shumë se dy që janë, ma shumë se një që është janë disa. Po një, unë për një e ditë, po për tjetë se... Unë me për dy o tre, tash në fund nuk e di. Po. Njëtën kohë vepron me Albulenën. Më thonë qëtë Albulenën që din që nisma se votan. Më thonë aj nuk është interesum me esë për Zoti Kryeziu, ti si një jurist dhe politikan i regjur, edhe pjesëmarrës e akter në shumë momentet ndryshme historike për Kosovën, kur e pa zonin Haxhiu, duke edhe në të qëndrimin, si si analizove? Sepse është e propozuar për krye kuvendare. Bukur shumë, dhe thonë, kam punu në antropologji, dhe në karakterit njerëzve, nuk kemi befasuar për gjao. Do të thotë, nuk është për mu, nuk është qështë ta diskutaj. Pare heq? Abstener. Po e kemi nominuar për krye kuvendare. Po në regull, dhe me thonë, është problemi partisë. Si figur politike, okej, ti nuk e komenton deklaratën, se në regull. Tani situata ka, si figur politike, është konsensuale apo së është konsensuale? Dhe me thonë, shkaku që po ndodhi situatat kështu, nuk është tash që po linë, dhe me thonë, është tash pasoja. Pasojat janë ato të cilat kanë ndodhur para zgjedhjeve. Fyrjet, qofshin ato të karakterit primitiv, fyrjet të karakterit, si ku të fyret lideri, një partije i fyrën 200.000 antarë. Se kjo quhet popull politik dhe partijak. Se populli në përgjithësi nuk ka votu, 60% nuk ka ndalë fare në zgjedhje. Kështu që momentin kur fyret për shembull kryeministri tashti Albini, i ka 300-400.000 vota. Ku të fyhet Mebli, i ka 200.000 vota. Ku të fyhet Ramushi, i ka 7.000 vota, 80.000 vota. Dhe të thonë, ku të fyhet kryetari i LDK-s, Abdigji, ku 107.000 njerëz janë pas ti. Nuk fyhet veç individi. Edhe këto të na lanë peshë, se jemi Ballkan. Ne kemi kalu, dhe më thonë, pragun zgjedhore, e kanë kalu këto partitë politike, po më duke që edhe se kanë kalu pragun e mendjes. Pragun e pjekurisë politike? Mendjes e quheni. Pragun e mendjes, se mendja krijon politika, krijon gjitha këto, nëse s'është se këto shkojnë në kompromis. Në demokraci duhet kompromis. Në ka rrugë tjetër. Çka nuk kupton ky kompromis, zoti Kryeziu, që tani del vetëvendosja që i ka marrë 48 deputet, ta nominoj aty një deputet nga LDK-ja për krye kuvendare apo si? Ose nga PDK-ja, ose nga... Kompromis nën kupton që populli ja ka tregu vendin së zillit, me zgjedhje. I ka thonë Albinit se s'mundesh vetë me bo qeverinë, ki 42%. Po sot qeveria të bo... Po kjo është